Mirë se erdhët, sot do të hedhim dritë mbi një interpretim, le të themi mjaft befasues, një interpretim që lidh një sulm ushtarak specifik në Siri me një profeci të vjetër për një luftë të madhe. Po si ka mundësi që një ngjarje që duket thjesht rajonale, të jetë shkëndija për një konflikt global? Hajde ta shohim së bashku. Ja pra, ky citat e vendos menjëherë tonin. Sipas këtij këndvështrimi, një sulm ushtarak në Siri nuk është thjesht një lajm dite. Jo, është momenti kur profecia bëhet realitet. Është fillimi i asaj lufte globale e njohur si Malhama. Pra, gjithçka nis në Siri. Kjo është pika fillestare e kësaj analize. Tani, do të shohim se si një veprim ushtarak në dukje i kufizuar interpretohet si fitili për një zjarr shumë më të madh. Kjo është ideja qendrore. Sulmi turk në veri të Sirisë nuk shihet si diçka e izoluar. Përkundrazi, shihet si dominoja e parë që bie, duke nisur kështu një zinxhir ngjarjesh që ishin parathënë. Ky është momenti kyç. Kjo na çon natyrshëm te pyetja tjetër. Nëse sulmi në Siri është vetëm shkëndija, atëherë, cila është fuqia e barutit që pret të shpërthejë? Cili është konflikti i fjetur që do të aktivizohet? E këtu analiza bëhet pak më ndërlikuar. Sipas këtij interpretimi, pika e dobët që do të shfrytëzohet është ndarja shekullore mes sunitëve dhe shiitëve. Ideja është se fuqitë e jashtme do ta manipulojnë këtë tension përmes një kurthi strategjik të mirëmenduar. Okej, le ta zbërthejmë pak këtë ide të kurthit hap pas hapi. Gjithçka sipas kësaj teorie nuk fillon me një luftë totale, jo, por me një provokim shumë të llogaritur. Hapi i parë, një goditje e vogël e kufizuar kundër Iranit, mjaftueshëm sa për t'i provokuar. Hapi i dytë, Irani bie në Gratsk dhe kundërpërgjigjet duke pushtuar Bahreinin, një lëvizje që pritej. Dhe pastaj vjen njohshja, hapi i tretë. Irani nxitet të marshojë drejt qyteteve të shenjta, Mekës dhe Medinës. E pikërisht ky veprim i fundit, ai do të ishte fitili që do të ndiste një luftë civile gjigante mes sunive dhe shiitëve në mbar botën. Dhe ja ku arrim tek qëllimi final i gjithë këtij kurthi të sofistikuar. Sipas kësaj analize, ndërkohë që bota muslimane do të ishte e zhytur në një konflikt të brendshëm shkatrues, një palë e tretë do dilte si përfituesi kryesor nga i gjithë ky kaos. Pra, përtej këtij kurthi të supozuar për Iranin, kjo fushahu gjeopolitike ka edhe lojtar të tjerë të fuqishëm me planet e tyre. Le të shohim se kush tjetër është në lojë. Dhe këtu hyn në skenë Turqia. Sipas folesit, lëvizjet e Turqisë nuk janë as pak të rastësishme, por pjesë e një plani dhe një ambicione shumë të madhe me ronjë në histori. Kjo listë përbledh ato që folsi e shes si agjendën e vërtetë të Turqisë, pra nuk bëhet fjalë thjesht për influencë rajonale. Jo, është një përpjekje për të ringjallur një perandori, për të rimarrë territore dhe për të bërë lider i padiskutueshëm i botës sunite. E shikoni pikën e fundit, antarësimi në NATO sipas këtij këndvështrimi nuk është një aleancë e sinqertë, por një lëvizje taktike, një mashtrim. Ky citat e sqaron më së miri këtë pikpamje. Për folosën, zgjedhja e aleancave është bardhëzi, një vije kuqe që nuk kalohet. Dhe sipas këtij interpretimi, duke u bashkuar me NATO-n, Turqia praktikisht e ka vendosur veten jashtë asaj që përshkruhet si korniza e duhur e besimit. Dhe këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Kur profecia përmend Romën, nuk është aq e thjeshtë sa mund të tingëllojë. Folësi prezanton një dallim thelbësor, një dallim që ndryshon krejtësisht mënyrën se si shihet i gjithë ky konflikt. Kjo na sjell në zemër të argumentit, te ndarja teologjike dhe gjeopolitike që qëndron në themel të gjithë këtij interpretimi. Pra, përballja mes dy Romave. Mirë, ky është thelbi i gjithë argumentit. Le t'i vëmë përballë njëra tjetrës. Në njërin kolon kemi Romën e përmendur në Kur'an. Kjo, sipas folësit, është Rusia ortodokse, trashëgimtarja shpirtërore e Konstantinopolës. Për këtë Rom profetizohet fitoria. Mirëpo, në anën tjetër kemi një Rom tjetër, atë të hadithit. E kjo identifikohet me perëndimin modern, pra NATO. Kjo Rom shihet si antagonisti, si forca kundërshtare, e lidhur me sionizmin. Pra, ky dallim themelor përcakton gjithçka, se kush pritet të fitojë dhe kush të shkatërrohet në këtë luftë madhe. Për të kuptuar plotësisht kontekstin, duhet sqaruar ky term i veçantë. Qyteti i majmunëve është përshkrimi që folsi i bën asaj që ai e sheh si degradim moral të Romës perëndimore. E përdor këtë për të theksuar ndryshimin e thellë mes dy qytetërimeve. Dhe ja ku është përfundimi i kësaj përballjeje. Fitoria e dytë e Romës së vërtet, pra e Rusisë, nuk është thjesht një fitore ushtarake. Sipas këtij këndvështrimi, është një ngjarje pothuajse apokaliptike që do të çojë në shkatrimin e plotë të qytetërimit perëndimor, siç e njohim ne sot. Dhe kjo pyetje na çon drejt fundit të gjithë kësaj enigme. Përse gjithë ky shkatrim? Cili është qëllimi final?
Cila është agenda më e madhe që qëndron pas kësaj lufte të profetizuar? Tani jemi gati të zbulojmë aktin e fundit, kulmin e profecisë dhe fazën përfundimtare të pushtetit botëror, ashtu siç përshkruhet në këtë interpretim. Kjo linjë kohore ilustron atë që përshkruhet si një lëvizje historike e pushtetit global. Së pari ishte Pax Britannica, epoka e dominimit britanik. Ajo u pasua nga epoka jonë aktuale, Pax Americana, dominimi amerikan. Por, sipas kësaj teorie, kjo nuk është faza e fundit. Një e tretë dhe e fundit po vjen. Dhe ja ku e kemi përgjigjen përfundimtare. Qëllimi i luftës së madhe, sipas këtij interpretimi, është të eliminojë fuqinë aktuale botërore, Pax Americana, për t'i hapur rrugën ngritjes së fuqisë pasardhëse, Pax Judaika, me Izraelin në qendër të pushtetit të ri global. Pra, ky ishte shpjegimi i këtij interpretimi specifik të ngjarjeve botërore. Në fund, mbetet një pyetje e hapur për reflektim. Pavarësisht nëse bjem dakord apo jo, çfarë roli luajnë këto narrativa profetike në motivimin e njerëzve dhe në formësimin e historisë? Kjo është diçka për t'u menduar thellë.